Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një interviste tregoi se si u njoh me bashkëshorten e tij Liri Berisha. Pjesë nga intervista. Si jeni njohur me bashkëshorten tuaj? Ajo ka qenë studente në fakultet të mjekësisë dhe unë pedagog. Nuk i kam dhënë direkt mësim grupit të saj, unë jepja mësim në vitin e 3. Në vit të 4 jam njohur me të, jemi afruar, jemi dashuruar, mbaroj studimet dhe u martuam. Çfarë përfaqëson ajo tek ju, doktor? Tani se çfarë përfaqëson ajo është e thjeshtë të thuhet gjysma, por shumë më tepër sepse në profesion ishte një mbështetje e madhe për mua, por edhe unë për atë. Edhe unë e kam mbështetur atë në kuptimin, e kam ndikuar që të zgjedh pediatrin. Po ja sugjerova. Ajo u apasionua shumë pas pediatrisë, por përveç profesionit mund të them që e gjithë aq sa është përcaktues mjedisi familjar në kuptimin e vërtetë të fjalës, ajo është violina e parë, e ka luajtur atë rol në mënyrën më të fuqishme, më të përsosur. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.